Patate në formë rollate e mbushur me mish të grirë. Si fillim marrim mishin, e kam marrë tek Interex, pastaj në një tavë vendosim letër përpjekje, hedhim djath kaçkavall të grirë në rinde, shtojmë patatet të cilat i kemi prerë në fetat e holla, sipër i spërkatim me vaj dhe i pjekim në 200 gradë për rreth 30 minuta. I lëm që të ftohen, në ndërkohë përgatisim mishin, skuqim qepën në vaj, shtojmë mishin, spec të gjelbërt, shtojmë piper të kuq, piper të zi, krep dhe një lugë pas domatesh. Shtojmë dhe një gotë ujë dhe e lëm mishin derisa të jetë gati. Masën e kalojmë mbi patate dhe japim formën rolle. Duhet të kemi kujdes që patatet e jenë të ftohura që të mos na dështoj procesi i mbështjelljes. E presim, e shërbejmë dhe e shijojmë. Ju bëft mirë nëse e provani.